Zoti Koreshi për procedurë. Faleminderit kryetar, më thënë gjithmonë me që e nisur dhe kryetari i grupit parlamentar me këto uljet, si duke që kishte mendoj për uljet e kohës që ne flasim, sepse ju vërtet na thoni ne që hajde ta shikojmë rregulloren, po ndërkohë gjithë rregulloria gjatë gjithë kohës është si të uli kohën e deputetëve në përgjithësi për të folur, se u mërzitën dhe kolegët e ri që ne flasim nga 10 minuta, si të heqim kontrolin parlamentar atje ku duhesh, dhe si organet kushtetuese mos flasim me këtu pa i dhatë ju leje tek konferenca kryetare. Dhe e dyta, pra për procedurë, a keni numrin e telefonit t'i thrisni asaj ministres së shëndetësisë? Se vërtet ka ikë në Europa, jo? Dhe na kishte nxjerr video dihet që në Europa, por duhet i them ministres që nuk hyet në Europë pa pambuk dhe jodio dhe doreza në spitalet shqiptare. Nuk hyet në Europë kur nuk punon mamografia në Lushnjë. Prap nuk hyet në Europë kur nuk ka eko në Lushnjë për të bërë ekzaminimet gjatë lindjeve. Se po i çojmë fjera, po na dalin lushnjarë gjithë fjerak. Nuk hyet në Europë kur grafia del si fotografi pa blic, se nuk merret vesh çfarë është Europë apo çfarë mund të jetë. Nuk merret vesh kur nuk ka ascensor për të ngjitur maternitet, ka 3 të lindin gratë të shkallëve. Nuk ka ascensor te pediatria kur urgjenca pediatrisë është 4-4. Burrë e grua bëjnë me radhë në 2 kate se japin shpirt rrugës. Llamba jo. Pra edhe me listën e medikamenteve që prestja them shumë kur t'i vi gati interpelanca. Kështu që nuk hyet në Europë vetëm se ka vënë. Faleminderit. Mos e vazhdojmë diskutimin, ju lutem, për rregulloren, sepse ka një këshill për rregulloren, ka filluar punën. Ju jeni te këshilli, po mos i sillni këtu diskutimet e këshillit, të cilat sapo kanë filluar. Ka një propozim, çdo deputet ka të drejtë të propozojë ndryshime rregullore. Zoti Koreshi, ju dëgjuam, të gjithëve ju dëgjuam, pse duhet të mbivendoseni mbi fjalën e të tjerëve? Kushdo qoftë kolegu, Zoti Koreshi, Zoti Mile, ju lutem. Nuk e dëgjoj pra se po flisja dhe mendoj që kur flet një koleg të dëgjojnë të tjerët. Diskutimet në këshillin e rregullores sapo kanë filluar do të marrin kohën e tyre. Do të mblidhemi disa herë derisa të shkojmë te raporti që do t'i paraqitet seancës. Por ju lutem, nëse çdo deputet merr një projekt vendim një propozim që nuk i pëlqen, e sjell në seancë, bën politik, edhe vetëm sa e tensionon procesin, kjo nuk na ndihmon. Ka një propozim nga një deputet apo një grup deputetësh për kohën e diskutimit. Ky është thjesht një propozim, ta diskutojmë atje, mund mos vendoset fare. Mund të bëj sens, mund mos bëj fare sens. Por ju lutem tani mos e mbajmë peng seancën për çështje të cilat i takojnë forumeve të tjera për të diskutuar derisa të vinë në seancë. Zoti Likaj, ju lutem për procedurë. Sigurisht. Faleminderit kryetar. Mora shkas të them 2-3 fjalë unë sot, kur në kryet herës po diskutohet për fermerin, për bujqësinë, në vërtet është që... Pra se as ju nuk e keni për procedurë. E vërtet është, lutem. Procedurë? Kjo është çështje procedure dhe procedurë shumë e rëndësishme. Kjo është çështje shumë e rëndësishme. Mendoj unë. Kjo nuk është çështje procedure. Lutem mos më ndjes, do ta merrni kohën tuaj se vetëm ju jeni tani dhe zoti Axhinasto dhe e mbyllim. Dhe do të vijojmë erën e ditës. Kështu që përderisa shkuam 2 orë ku nuk dëgjuam asnjë fjalë për procedurë dhe përsëri e morën hapësirën, do flisni edhe ju. Po ju lutem të mbajnë shënim të gjithë deputetët se si përfundon seanca kur thjesht mbyllet njëri sy për rregulloren dhe procedurën. Ja, kjo është ajo çështja që ju, nëse unë zbatoj rregulloren, ju e quani i pret fjalën opozitës apo majorancës. Jam i detyruar, respektoj rregulloren, ta ushtroj rregulloren. Urdhro?
Po si për shembull? A pse e shkela? Edhe këtë do ta mbajmë shënim. Do ta mbajmë shënim, zoti. Në rregull. Do ta kemi parasysh herë tjetër. Zoti Likaj. Faleminderit. Atëherë, si antar i Komisionit Bujqësisë, besoj që jam marrë çështjeve se çdo pjesë tjetër ose çdo deputet si kundër, çdo deputet është më interesuar për zonën e vet, është më interesuar se si realisht shpërndahen të fonte edhe sa realisht shkojnë të fonte drejt për drejt te fermeri. Unë mund të them që faktikisht nuk dua të replikoj me ministrin, aty është ngrit një sistem, jo thjesht te Ministria e Bujqësisë, çdo ministri ka ngrit këtë sistem që edhe vetë drejtuesit e ministrive nuk e kuptojnë atë sistem. Ti një binu për këtë. Vetëm në atë sistem funksionon në mbyllje të çdo procedure, në mbyllje të çdo fonti, leket, siç e thot shumë herë edhe kolegu im, shkojnë në drejtim të paditur. Si mundet sot me 50 milion euro, thoni për bujqësinë, ku shkojnë të 50 milion euro? Kush fermer përfiton? Kush janë ata fermerë që përfitojnë sot? Zero. Zoti minister, unë të bëj thirrje ty drejt për drejt, si antari i atij komisioni, bashkë me antarët e komisionit, të shkojmë, siç e thatë edhe ju, në përqarqe, fermerët t'i bien vetë aty fermerët, edhe do t'i nigjoni fermerët vetë, se çfarë do thonë. Por unë nuk mund të pranoj kurrë, si ju të bani një tur në përqarqe ose në përbashki, kryetarët e bashkive të ftojnë disa njerëz aty, thjesht vetëm sa për fasadë dhe nuk flet fare asnjëri. Pastaj ne themi që bujqësia po ec, bujqësia po lulëzon, kur në një kohë është në ditët më të vështira. Po nëse unë marr malin e Zisë e kam qenë aty. E dini ju, zoti minister, se sa subvencionime edhe sa është karburanti sot për fermerët në Malin e Zi? E dini ju, zoti minister, sa është sot karburanti për fermerët në Kosovë apo në Maqedoni? Këto janë gjërat konkrete. Po nëse sot thoni, kena hek subvencionimin për karburantin, keni drejt, absolutisht po. A dikur do rikthehet kjo, të nderuar koleg? Mas disa muajsh. Pse? Po afrohet 2027. Do rikthejmë skemën prap edhe do shkojmë te çështja e votave. Kjo është e vërteta. Edhe kjo e vërtet nuk mund të mohohet nga ju. Ndaj them që në këtë situatë ku jemi ne, duhet jeni shumë më konkret, më real, edhe në mënyrë të veçantë, zoti kryetare, kam për ty drejt për drejt, nëse ne marrim fjalën për procedurë, të gjithë diskutantët tu, mi 50% kohës u ke ndërhyrje edhe ke marrë. Nuk e kuptova, po s'ka problem. Zoti ministër ka kërkuar fjalën.